Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur, jemi edhe këtë të martë në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Bashkëbisedimin e sotëm do ta kemi me një protagonist të cilin ndër vite e keni pa, shikuar e dëgjuar në media të shkruara elektronike. Është ky zoti Esat Dujaka, i cili profesionin e tij si gazetare ka nisur qysh herët në rilindje dhe pastaj ka vazhduar gjethiu edhe në shumë institucione tjera mediale dhe vazhdon të jetë aktiv edhe në publicistike, gjithsesi edhe në krimet e tij të njëpasnjëshme. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se ju gjeta dhe një përshëndetje të ngrohtë njerëzore, edhe si Esat, edhe si gjakovar, atë sa kombet dhe një përballim të madh. Faleminderit. Sot jemi bashk tamam për të kthyer në kohë në këtë Gjakovën që ti e ke dashur të shumë edhe vazhdon ta duash edhe të ndjesh nostalgji dhe emocione siç po shihet edhe që nga fillimi i bisedës. Janë fotografitë ato të cilat do të na kthejnë në kohë dhe do të na bëjnë të kënaqemi bashk duke e rikthyer kohën e bashk me të edhe fragmente të shkëputura nga jeta juaj. Baca Esat, një jetë në gazetari, të duket që iku shpejt kjo jetë deri këtu sot kur je? Po. Se gazetaria ta rëmben kohën. Andi që është thonë në popull dhe është të kthejmë Gjakovës, e cila është që është një kujtim i madh, i paharrueshëm. Është si thënë dhe një poet i madh, Latif Berisha, i ndjerë që e patën vrahë në ato ngjarjet e ditës parë në Mitrovic. Latif Berisha thotë, dy dyrë në një prag. E sakt. A i gati ta fillojmë bashkëbisedimin me fotografi. Dhe të shohim se nga do t'ja nisim, sepse kujtimet janë të shumta, por natyrisht do të përpiqemi ta bëjmë një kronologji të shumë ngjarjeve. Cerbiani. Këto janë viti 66, do t'jetë. Unë pa ta shku me studiu elektroteknikën në Zagreb. Po. Mirë po, në Beograd nuk unë nalem, Zagrebi në ka prit, aso kohë mirë. Por në aso kohë vështirë ishte të mësojnë në Kosovë teknika. Pa laboratoriume, pa. Dhe atje Evropa, aso kohë, atje kom pa hapat e barë në Zagreb, edhe në tramvaj, edhe në dyqan edhe. Me një problem të mbetur në tetor, të ju dashë ose me shku me qelë kanal, ose me u këthy në Gjakova, dikua, me punua. Dhe unë ktheva me shkova në Cerbian. Shkolla Vllaznimi. Vllaznimi në Cerbian. Dhe kem përballon. Këtu jeme vajzat të cilët nuk i kam ba me vite, prej tyre mburëm që ka dhe luftetar. Me bukur kjo. Këta njerëz, këta djemë, këta vajza, e faleminderit shumë, më kanë respektu. Dhe dikush prej tyre një herë në një kohë më tha, mësuesi dashën se mësuesi ishim atërën. Thatë, kur jemi da në fund vitit, dhe unë kom nisë me punu si gazetar në Zërin e pastaj në lindje. Ju pas na pashkru në faqët fletoreve. Po. Të jeni krenar për gjakun që ju rrjedh. O, sa e bukër. Sa e bukër. Dhe më kanë përballu shumë me këtë. Pa. Kështu që kujtimi bukur. Ku të qofshin në tokë dhe në qiell, jam shumë i lumtur për
për këtë djep dhe vajza. Po. Faleminderit shumë nga ky kujtim me kaq shumë emocione. Do të kalojmë te një fotografi tjetër dhe të shohim nëse ndodhemi në të njëjtën shkollë apo diku tjetër. Jo, kjo është diku tjetër. Kjo është duhet jetë shkollë normale e Gjakovës. Po. Unë këtë nuk e shoh, po unë i kam arkivu këto fotografit, i kam arkivu kur isha pak më i ri, edhe erdhi i kompjuteri, më i madh një tepër dhe i kam mbrojt. E ka emocionin e vetë fotografia vjetër. E di që ata të cilët janë më të vëmendshëm se unë, se këtu pak i një këta njerëz, pak i një mjaftë se dilja 5-6 nështë. Mirë po, këtu nuk e një. Dhe di që është fotografi e maturantëve të shkollës normale përkatësisht gjimnazit Gjakovës. Që ka qenë ndoshta aso kohë shkolla e cila ka prodhuar kuadra, ato ka qenë një ndërtesë, kjo këtu, njëra ka qenë Hyshni Zajmi, Normalia, dhe tjetra ka qenë gjimnazi Hajdar Dushi. Dhe ata profesor Siknej, e vespas në gjimnaz, kanë qenë jo vetëm profesor, po kanë qenë edhe njerëz, edhe prind, kanë qenë edhe shok, dhe mi gjitha. Dhe me të drejtën, unë burëm që bazat e para të pjekurisë i ka marrë pikrisht në këtë vend, ku ishin Normalia dhe gjimnazi bashkë. Na në gjimnazi ishim ma shumë djemë, tem pak më angrat. Normale ishin ma shumë vajzën. Këshyre shumë në barka pak. Natyrisht. Kishte hapësirë edhe për... Nina për aty në shohë që unë isha i mahallë dhe s'qylit. Po. Dhe qërimit. Njëna për aty në vajzëve është jashtë Kosovës, duke të shkop. Ma bëtë asa dyaka. Kote ki, bëni ava, si e i mahallë s'qylit. Se nuk bëna? Jo, mahallë s'qylit na ishim edhe gëconë dhe nej, na ishim pak matë privum nga drejta për me këqy, shune Shqip, për shikosit, me këqy urën e Islambegit, s'ke pa shansë, po flasë për vitet 60. Natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër, janë të mira këto fotografi të rikthej në kohë? Unë, kjo largë freveje. Kjo ka qenë Esat me të. Ama e ka pas të fort, madhe. Esat me kuni. Këtë burë, këtë njeri, kam takuar në vitin 66, kur u punësova në revistën Zëri. Ishte zani rinis, Ali Sutaj, i tjerë, kryetaktori parë i zonit rinis e tyre viteve. Ja bani Zëri, se Shqipnia, Kosova ishin over, dhe qka bërë në Tiranë na me njerë më ba, si ata, dhe Zëri. Kryetaktori parë i revistës letrare Jetare, Bacasat, ministri parë i kulturës i Kosovës, kryeqytet Prizreni. Esat Mekuli, i cili i dha emnin prejkëm shumë, gazetës Relitja. Në shkurt vitit 25, ka dalë numri parë i gazetës Shqipe. Krye artikull, heroi popullit Fadil Hoxha. Dhe kjo ka qenë ai që i dha emën rilindjes. Presje, merë dhe kesh një ditë dikat dikun e një, dikush, tha, emrin rilindjes, ja ka lanë, ja ka në gjithë, dushan më gosha. Jo, e pa vërtet. Keq, nuk ban ashtu. Zut më hohet kjo Jo,
se jemi na gjallë disa, ka letrat shkrume ka. E sa të me kuli, ja ka në gjitë këtë amen. Po, dhe ka pas një dimës, vjen prej manit si. Po. Ai, malazes, i cili e ka respektu. Ka thonë, Shqip, kjo pjesa e përkëthime. E sa të na qafë për hajrë, thët, unë e di se rilindja kombëtare për ju është një diell i madh dhe i qafë për hajrë. Malazes dhe thot jemi marrë dorë për dorë, rilindja, Gazeta Shqipe, tash mamem dhe po flas, e cila nuk del më. Mas vitet 2000 e kunaj me fajnë tonë. Të gjitha gazetat e ish Jugoslavisë shtetënore nga një, Nova Makedonia, Dejte Delo, Ljubljan, janë në internet nga një shtetërore që rifreskohen çdo ditë, 5 ditë. Rilindja nuk është as letër që Perëndimi kam lexu, më kanë thënë, si të nisë në Evropë e dhe në Amerikë, gazetat dalin prap në letër, se ndryshe është kjo. Kjo. Kjo është ndryshe, qëta. E ndryshe është interneti, kështu. E qartë e saktë, po. Dhe thot, rilindja nuk është as, kam dëgju se kanë ofru, mos të fajsoj, por deri sot nuk është as në internet. Apeloj, si e sot, që të bëhet diçka në këtë dhe film. Që ta kemi edhe një faqe të rilindjes, çdo ditë do lajme në internet me rilindja, të mos humbet emri. Humbim pjesën tonë të historisë, se rilindja për që të ishte... Edhe ka qenë pjesë e identitetit të medjave, rilindja është e pa diskutueshme. Bravo, faleminderit që më ndihmove, bravo. Lutem. Kalojmë te fotografia tjetër, ja, rilindja. Pa, shiko, rilindja... Emocion. Emocion i veçantë është. Pa, shiko, rilindja ka kalu po si shqiptarët e Kosovës, që ishin barësit kryesor të zhvillimit kulturor, arsimor, dhe jetesës në kushte mjaft delikume dhe vështirë me mbajt familje, me një fëmijë, me 5, me 6, me 10, me 10. Lumë të thonama që në kanë rritë. Rilindja ka kalu në fazat ndryshme, sepse po dridhej në Beograd dikush me gisht, e sulmonin Prishtinën më sparim. Edhe të nazezat vishin aty ku ishte fakulteti, ku ishte universiteti, ku ishte rilindja, ku ishte Radio Prishtina, e ma vonë televizioni Prishtinës. Prandaj rilindja ka qëndru, asa ka bujt. Si thënte një shoki imi që ka vdek një gazetar nga Macedonia, shqiptar, Çani Mehmeti. U përpoqëm dhe zdia aja dolem të besim vertikalisht. Ma kujtov, derisa ti e përmendë, mu kujtua zëri melankolik i ati. E ka pas një zërë shumë specifik. Kalojmë te fotografia tjetër. Trepqa. Pse është rëndësishme kjo fotografia? Siko, qepse, se me ty më shkon mua beti dhe e di si pa thonë mirë fjallën dhe bashk me shikusin, muishim. Kur isha i ri, mësejshim në shkollat të natës, po edhe në Prishtinë, po edhe në Beograd, edhe në Zagreb, edhe pak ma largë. Italianët e kanë një fjali për profesionin tonë gazetarisë. Gazetari i shiut dhe i diellit.
Dhe thot, jo vesh në karik, jo vesh tavolin. Qëto, me këta minatorët janë 6 orë. Horizonti i dytë, rrëth 900 metra jemi në sipërfaqen e dheut. Temperatura, diku ka qenë 35, diku ka qenë 10. Ka pik shi, ka pik uj. Jemi 6 orë dhe në këtë kohë, posa isha këthy për i shërbim të ushtarak, drejtori përgjithshëm ka qenë Veli Deva. Edhe pse harroj kurrë takimin me te dhe takimin me këta njerëz dhe në tokë. Dhe thët, e kisha preferu jo në tokë, po kudo, aty ku ka njerëz, ku punohet, dhe jo veç atje ku është sefa, ku ka muzikë, atje, po edhe atje ku është vështirë. Nëzore ti mendime interesante këtu? Shumë vështirë. Dhe thët, tash po ka asajmë ato gazetarët ma vonë, por një prej ligjërosëve të kohët kaluara, hershme, Amerikan. Po na ligjëron nivel Jugoslav, 60 gazetarë, për gjitha vendeve. Kosova ishte krajinë autonome, Kosova. Jo me të hija Kosova. Thët, unë jam fotografi këtu, me grunë, me thmit. Kur kanë linë si kom po, kam qenë gazetar në Vietnam, vitet 60. Shumë i du këta njerës. Mirë po, profesioni më ka bënë që unë me 1000 kilometra të shkoj, të raportoj nga Vietnami për shikues, ishte televizion Amerikan, për shikues në vitet 60 në Amerikë. Dhe thët, kërkon një gazeteria ama, gazeteria që ti në gjak, si kur mos thëmë rakia, drogas. Më nuk shkëputës prej saj. Dhe thët, kur ashe, atërë nuk ke as jetë private, as dashni, as kru, as thmi, po jenë profesion. Natyrisht. është vështirë. Këtë, më thënë, për ta bëhë kështu. E vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër. Po. Qa është? Kjo është interesante. Dhe pëse është interesante? Pse? Unë këto e kam, kjo është fotografi nga interneti. Këtu e shohem këtë zëtnin, po i thëmë zëtni, më zëtë kriminali, Slova, në Fushkocovë. Këtu nisë aja sulmi, parë, sulmi me fjallë, për qëmuse, në qëmuse, para lajmërimi, se po së bo, këtu qështëm, Po? Slobodani, në kënej. Na të bëjmë kështu. Unë isha redaktor në Rëlindje dhe kemi që ekipin. Bëtër, ka pas dhe ekipit Beograd, ka Taran. Dhe kjo është fotografi e jona, e një prej fotoreporterve tanë, që unë tash në këtë moment nuk di cili, po njëni prej fotoreporterve. E ka realizuar. E ka realizuar. I shojmë këta, dhe këto është regjia bëme në Beograd, se si do t'ja bëjnë. I kanë angazhu serbët e Fushkocovës me bërtit, me dalë rrugëve të Fushkocovës, me ba sulm kryshtet. Dhe kënej, kriminali, dhe s'ka e me tjetër. Dhe dhe, s'ku qënë kush mi ju prek. Na jemi këtu. A i zëtni aty, afer ti, s'peja përmendi, emnin shikusht, besoj e njojnë. E njofim të gjithë. Këtu vjen të poshja, për a i zëtni atje, unë habitem këtu qesh, që është një moment, dhe pas disa kove, ndodhin, që ka ndodhin,
ai njeri shkon për pjetë në karrierë, mbërrin me qenë sekretari i Komitetit Komunal Prishtinë, mandajna Si e pove ti në aspektin gazetaresk këtë? Po. Do të thënë, se di, po thëmë, janë shturje të mëdha, por me thënë drejten, unë nuk s'kisha qesh, ashtu, që ka së kalojmë të fotografia ime. Me thënë, kjo është aja që më habit, ky nështë se pas ka ditë, ky zëtia, s'po e përmenamin, besoj e njojnë. Edhe, kështu e shumë, ka menu që ky po talët, atë. Ndërkohë planet kanë Po një i tjerë, njëti, këtë zëtnije dhe tjerë, i merë dhe i futë në borg, i thënë që në borg, për grevën e minatorëve të stanë të ragot. Dhe thëtë, janë ndësarët lëvizje e qartë, e kuptueshme. Të cilët kërkojnë qetë me argumente me tregu kush çka ishte. Jo me hek kokën, pa me i thonë, mjaft ma, cili je ti? Ky, cili je? Faleminderit. Mos. Me asnjë normë ndërkombëtare, Kosova s'është vetëm çështje e brendshme e Serbisë. Pse ke shkputur këtë artikull? Ky është kryeministri i Austrisë, Alois Mock. Në vitet, nuk është viti 2000, po 20 vjet më herët, kam pas nderin me qenë gazetar nga Kosova, shqiptar. Sa jam. Më kanë pranu s'ke që unë kam shku se i kam 2 motra atje. Njona është ma hershme. Gjevria edhe Shqipje. Dhe që të mos rri këtë shkoti, kam të rukit, me gjithë motrën, që jam gazetar, kisha një libres, piset, e jam mas 2 ditëve. Një biset që më ka habit që ishte për mua një rangët pror. Qartë. Edhe kam shku bukur skeptik që apoj, që ka bëndon. A do t'ja dalësh? Se për mua ishte hera parë që po të rëkas. Jashtë Kosovës, jashtë Jugoslavisë. To duhet bëje gazetari ndërkombëtare, sakt. Fonda kry, pyetjet kanë të bëjnë me Kosovën dhe me problemin që po linë problem, përshpërshot situata shqiptare e sërbe në Balkan, i fërkim, që po t'i pasoja. Dhe, shiko, jo pse unë këtu autor, kemi edhe të tjerë që kanë. Po mu, jo më qatë zemra, po asë nuk me të teatri, po habitëm luftë. Lufta është e fundit. Babam. Lufta, gjaku, shpirti, për edhe këta njerëz, po si unë, edhe tjerë para me, edhe pas me, ata në qështë, që kanë shku në Majamali, edhe pa rovë, i kam pa rrëthim dragashit që kanë starë, vitet 90-ta, me harna. Në roba, po. Jo kemi qu prej mërgjimtarve, edhe prej, jo kemi qu ka një krim sa me mbet gjallë. Asa është lufta jo, asa është qëndrima jo, është stoicizm jo. Duhet me i ditë, duhet me i përmend, edhe ata. Edhe ata që ka një nxerore deves këtu. Edhe ata atje, të gjithë, edhe kjo është e fundit. Po, kjo është detyra dhe gazetarit, me i përmend këto rrethana. Luftë për mbijetesë, për emnin Kosovë, Shqiptari. Fiks. Faleminderit, fotografia tjetër, profesor do të na shpije tash një shkrim tjetër ndërkombëtar, ku kush është kjo gazetë? Se unë
Viti 91. Po. Herët pas ka qenë për 91-shën. Po du jo, unë tash këtu pse jam. Çka thot ky artikull? Shiko, unë këtu jam përpjek me ato që kam ndi prej njerëzve që ishin më të ngritën se sa unë, e që i kisha për rreth, dhe që rrisha si në gjanë si klasës parë, dhe që isha. Unë isha reporter i Lloqit Prishtinës, i Dragoshit, i Trepsës, këto tema për mu ishin bukur të mëdha, të ralla. Dhe unë kom bërë disa ditë dhe kom dërgu në këtë adres, është një prej gazetave qendrore të Austrisë, dhe titulli tregon, thët, Europë, mos e ke harruar Kosovën. Mos e ke harruar Kosovën. Dhe këtu kam thënë ato të cilat i kam dëgju prej tjerëve, dhe ka po buj vitin 91. Vitin 91. Për të tillë shkrim, aso ko isha në rilindje, Pallatin e Shtypit, rilindje, gazeta ka pas 300, 400, 5 dhe gjysën e 406. Ka ardhur një prej supit, sekretariati i punës brendshme, një shqiptar. Që të zëtni janë si të tash gjermanisht. Dhe qërë tha nëse thrasin, paka ne, thash unë jam në lindi, nuk jam të jotjen. Po bre, tha, dhe me të ka që, a i ma vonë ka shku diku, nuk e di ka shku. Thët, na nuk e kemi fështirë me të vërgosë, sepse Austria me njerë, thët, qka po ndodhë shumë. Kërës që unë ndjeva vetën mirë me të ndrejtë, sepse ka mojtë me shku edhe unë me të tjerët, me nëjë përk, të ish Jugoslavisë. Dhe jo me dalë heroj, po me dalë si një pjesë e kontribuesve sa me lanë një shej. Vështë tjetër. Interesante kjo përvoj me këtë shkrim, kalojmë tek fotografia tjetër, tash këtu... Po, kjo është me një gazet tjetër Der Standard, kjo është një prej gazetave nëmër 1 në Austri. Këtë fotografie kam bëhën në pazarin e Prishtinës, në treg. është televizioni i Prishtinës. Tregu, ende qaj tregu është që 50 vjetë. Anë në vitet 50-67, kur Jusuf Ponari, babgjyshi, i binte Zilës shkollën e Mendorakum. Unë me Sat Cermjanin, i cili jeton në Elbasan, nga balla ime. Bashkëpunojshim për emisionin e fëmijëve të Radio Prishtinës. Atje ishin bashkëpunëtor të brendshëm, Qamil Patalli, ishin dhe plot të tjerë. Në vend të honorarit, na sollën nga një aparat fotografik, sepse ishim në moshën 15 vjeçare dhe me kishën rregulluar të Radio Prishtinës që mos me dhënë fëmijëve, ishim shkollës fillore, mos me dhënë parë Certina, aparat fotografik Moskës. Dhe unë e di që gruja Agjën që më ka rritë, se nona e kishtë të thëtë mitë me më rritë të Agjër, njëtin e bërë të të sheshere, nga Malësia e Gjakovës, dhe rritën të Ramis Efendia Binishi, Fatal Mas. Dhe u
U dashke me bo film. Ajo punon të natën, bënd të pelura. Ishit që bashkë në Pazar Gjakovës. Një pjesë më e për filma të Ahmet Zherka, bësa Ahmet. Dhe kështë që nuk jam peshman. Ja, natyrisht. Që fotografia më ka mbet si hobi. Dhe sot e kësaj dite du fotografin, se një fotografi si kjo për shembull, edhe 5 qas i shkrimi i kënej, kjo flet boll. Kjo është Kosova në ditët e robërisë. E bukur. E bukur edhe shumë emocionale. Do me thonë se. Do me thonë se. Faleminderit shumë për këtë rikthim në kohë me këto momente kaq interesante. Kalojmë te fotografia tjetër. Kur do ta kemi në gjimnazin ushtarak në Prishtinë? Çfarë gjimnazi bëj fjala? Si ke menduar herë? Jo. Se po e shoh që figurativisht e ke përdor. Po. Titullin. Ky është kolonel i cili vdes u vra gjatë luftës Ahmet Kazniqi. Unë shërbimin ushtarak e kom kry pak në orë e pjesën tjetër në manastir. Po. Atje jem taku me Jusuf Gërvallën njërë. Na ishim matë vjetrit prej shqiptarëve. Ishim mjaft atje. 2 kazerma, një abormes. Ky njeri ishte kadet në vitin e fundit në Akademin Ushtarakën Beograd. Dhe jemi njoftu rastisht Jusufi binde gitarës. Vjen kë, po e një ata ishin tubu, shqiptarët, ushtarët të ri, Jusufi binde merë, është qështë atër. Dhe unë njoftum me një përballim më zvetër. Dhe unë njoftum, një muj ka ndajt pjesën praktike e ka ba. Dhe unë e bona këtë bisedë për zërin e rënisë. Edhe kjo doli kjo bisedë. Por, unë e kësha arru pare, vite me parë, vjen një bjallë, 2 metra, dhe të unë jem nipë, një kolonelit Ahmet Krasniqi. Këtë shkrim, këtë pjesë e ka nda djalli ti, që jeton në një pjesë tjetër të ish Jugoslavik. Dhe a mund në spikon edhe pak ma. U përbalom atër e ka lejnë diçka. Natyrisht, po. Dhe mirë dhe mirë që me gjitha dhe unë nuk e kisha rujtë që u bon ato vite. Shkrimet lënë gjurëm. Po thëmë, mirë dhe mirë, sepse me gjitha dhe vrasja këti tash mos ta prekem shumë se ka mbet një si thonë, një tymnaj, një diçka që nuk ka meritu të mbetet kështu. Mirë po për ato 30 ditë sa ishte në ato 2 kazerma të armatë Jugoslave në manastir, ishte një njeri i qetë, i butë, i arsyeshëm, mjaft i ngrohtë dhe ishte shumë para të tjerëve kështu. Kishte një vizion i ri. Po ishte po thëmë shul shqip leskaman mjeri. Dhe vjen po di ma shumë se sa keq që ka shku që ka shku dhe a ka mujt mas me shku që si mas kur që tjetë a ka mujt ndryqohet këj rast dhe të mnohen ata që qunë dorën dhe që është krim. Vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu e kom e donin, tjalin. Kjo shkolla është në
dalit Prishtinës, ka Vraniev, si thëjnë, për PD-jë. Kjo është shkollë të cilë ka qenë shtëpi private e herticve. Ku është mbajtur mësimi? Shkollë e mesme gjimnazi. Shkollë është ndruar në mësim, po. Që tu ka qenë edhe Albin Kurti, edhe Doni Ljorian, edhe tjertë, në 2 dhe 3 ndrime. Gjimnazi i Prishtinës në vitet 90, fillimi i viteve 90. Kjo është historive, nuk ta bajnë të mundshme, cili është taj popull, ai bilet, si thonë, pis bilet, si thonë, tërësisht, me ta ndalua dhe shkollën, edhe dijen, edhe ato, që është thamone. Kemi me të thënë. Dhe kanë qenë heroj, që pas me arsimtartë, ata që kanë ardhë këtu. Me rrugë, pa rrugë, me ndima, me shverë. Mirë po, nuk ka lanë, nuk janë dërzu që arsimi shqip duke zovë të vdes, të hiqet dhe të flasim gjuhën e okupuesit, okupatorit sërb. E vërtet. E pas këtij kujtimi, sepse vërtet Gërballa në vertikale, letër njoftimi, intime, cilësit, shia shprehit për ti, thote Sadujaka. Këtu kam shkru, kam provu dhe me pëlqimin e Jusufit, ku ishim ushtar është. Kur është ma ke biset, kam provu një shkrim pak ma me thymën në të nin. Në një formë tjetër. Jusuf Gërballa, po, në një formë pak ma moderniste. Për sigurisht se kom bjedh pak prej nështë edhe për të kufinit, anë e kënejë. Dhe me thënë, Jusufi më ka respektu faleminderes dhe unë e kam desht ndër tjera sepse të Jusuf Gërballa po, jo. Ma shumë gut. Tash është koha, tash. Edhe ka pas një vendosmëri, një qëndrim, që na tjertë ishim shumë larti dhe zatën nuk është rastësore me në vizuar. Që Jusuf Gërballa ishte në shënjestër të, mos e thëmë tash, shërbimeve, sekretë... Të cilat vepronin për te i kufirit. Po, që e vranë Jusufin, vlaun dhe mikun e tëre. Dhe thëtë, Jusufi ka qenë një shtyllë, ma shumë se sa betoni, ma shumë se sa guri. Dhe burem, që e njoftam, edhe ndo ko pa ko. Unë isha në shtëpinë muze aty dhe vërtet ishte një emocion i veçantë. I cili dinte me thonë në ftyrë, jo. Kur thënte po, merësht, ecë përbara, atë bësqeshje, ka qenë mirë i ndryshën. Na ishim ma ndryshë, kë ishte para nesh. Para kohës. Ke bërë një përshkrim të jashtëzakonshëm. A, kam mirë. E ke mirë. Unë faleminderes. Sa isha aty në shtëpi muze të familja Gërballa, vërtet ishte një emocion i veçantë dhe doje dije më shumë, të lexoje edhe diçka. Po, në Dubovik. Dubovik, po. Doje dije më shumë, sepse ishin të arkivuara shumë gjësendet të tij. Edhe ajo ta krijonte shprehim. Me ranje me shkoj, ka qenë kundër Serbisë. Me generata. Kalojmë te fotografia tjetër? Qa është kjo fotografi? Viti 1970. 70. Qënë që ti për mas jam, këtu është Kadare, zonja Vajza e Krem Kryziu, Resmija,
që është besë e fotografisë shala këtu. Dhe që t'je jamon e sa dyja këtë Pigjakopës e këti. Pigjakopës. I mahallë e sylit. Këtu jemi me një grup të parë zyrtarisht të organizumë. Gazetar ka qenë Jusuf Buxhovi dhe unë. Edhe 5 ose 6 kompozitor më të njoftën të Kosovës, shqiptarë. Festivali i 9, vitin 1970, dhjetor, 25, 26, 27, se po i majnë 56 vjetë. Si më blok ala, po ma i dhe Jo, deri sa i kujton këto mirë situata. Vitin 1970 i bjenë të vjetë, dhe i sot. Gjysmë shekull e më shumë. Dhe ka qenë bishka me jashtëzakonshme. Dhe ka pas net që kemi qajtë, na që ishim matrit. Jemi entuziasmu. Gjëgjë një verë nuk ka dalë me në pritë. As nuk e kem hetu viti 70. Shqipnia e viti 70, me folë ka dhe në shpirti, ka qenë një shtetë kogja i butë për pamje. Ka pas rrymë, Tirana ndryshume. Bëç Adem Demashi, e ka pranë në vitin 92-3, pas burgut, ka shku, kush ka papa, ka qenë një Shqipni e këthyme përmbesh. Dhe këto 5 dit, në hotel Dajti, një hotel ka qenë, tash më thanë që s'ka Dajti mu, ka ndru krejt Tiranën. Dhe ka qenë një eksperiencë e mirë. Një kujtim i paharrueshëm. Unë nuk kam shku ma, thonë Gjako, bona dale. Nuk di, bona përpjekje, vjetë me shku. Si isha bas mirë, tash me shku me dekët tje, me në certë të lashe, ju ku pas thonë, që des në Tiranë diku me i qoshëm që ne. Po, dhe baj mendën me shku në të si vjetës. Shumë mirë. Sa të del vera, verë, mari verë. Dhe me pa Tiranën e cila, po përmendesh, Ismail Kadaren, tash po dalë të pëmnej të dritëra gollëm. Shqipnia, Knej dhe Matandrinit. Nuk përshkon puna mirë. Asa nej, as Knej. Kjo është gënjëse. Ka që bëvëj. E qartë, e kuptushme, se cila fotografi një mesazh kuptim plot nga ana juaj, e qartë, kuptushme. Sikur gjithë neve. Ecim fotografin tjetër, sa shofim? Hajde. Do të kalojmë. S'ko qarë. Të kjo. Në kësan. Mzike fjallë është dyshe është. Kë ka ditë me thonë po. Jo. Kur ka thonë po, ka qenë gjeni me thonë edhe jetër. Si që edhe shkaj. Organizator i shkëtësishëm. Dhe në masë kohë, s'kishim ka. Ishim njësë, si dhe këto fjalla për këta. Unë isha ma kë në aksan, kë ka shku dërët ndeke. 21 vjeç ka fonin në gjimnazit, i shtynë. E ra në bërgë, me grupin e Rafshi Dukagjinit. Rafshi Kosovës, Bacadan. Edhe e denon, të kjon, e mundun, si kur edhe të tjerë, po kë mas shumë ti, si pas të shmitarve.
në burgun e Pes dhe dënuan me 4 vjetë burg të randë. I vetëmi bret i grupi që kanë qunë në Alcatraz. Alcatraz është në Amerikë. Mirë po këtu, në ishtë Jugoslavinë e Titos, ka qenë në mes detit, ka qenë Goli Otoku. Aty i ka që Titoja dhe regjimi ti armiqët ma të dejnë, midis 20 km në det, dhe shumica kanë dek atje. Te kjo, rëfimet e ti, unë kom dalë, isha student Zagreb, kur dalë prej burgut, dhe kom prit qaj, qajon, kemi ndet një javë Zagreb. Me një baullë, dhe që është valigje, me drasa, është fjale për vitin 66. Edhe e kemi nalja disa ditë në Zagreb. Jam këthy me ta, me i pasën një deri në Gjakovë. Qaj unë, qaj kë, qesh unë, qesh kë, ma zvetë. Dhe kë ka qenë miri maksan, po, jo. Ka ditë me desht, por kur ka pas argumentet ta ka thonë sy. Ty dhe kush dhe që s'ka pas të këtë pardon. Dhe kë ka qenë një prej aso kohë, në jetën e rete, sa të me koli, revis letrare, ishte revi, cila libres, për shdo 2 muaj delte. Ka pas nda me një kufi, pasyra, e të vjetër dhe 3 rive. Kjo ka këqy shumë shpejt, në tërtralët që ka dalë 8 vjetrit, me në Vergjergjekun e me këta tjertë. Të kjo, shkrimet e tije, proza ti, si dhe mas, mjeshtri në vete, është një prej atyre që për kohën kër ka shkru, pa thëmë ka qenë shumë largë nesh. Mirë po porosit qarta. Kë, mas ati burgut, kom qare pa thëmë, pse bre me flamurin me qitë ose letrat dhe ata poshtë keve arë se kë në Goljetok në të ujnë eftoft për shdo jave kanë shti dhe i këto në të thoft zatën edhe shkaj prej beshkave dhe prej problemeve shëndetësore. Jo, po me i këthy pushkën 20 kila dinamit me i me një kazen Prishtinës, ose të Nishit, ose të Beogradit. Aso kohë, kur mesazhe. Kur e pase se me letra, me kësi, Serbia nuk tutët. So ka bërë. Nuk frigohet. Kalojmë te fotografia tjetër? Po, edhe kjo viti 70, këto janë Jusuf Vuqovi, shoku e nga Rinia, drejtora Gole, me cilin më lidhin kujtimet mira atë javë në Tiranë, edhe pse unë e kom deshtë Rakin, isha, me drejtorën Bejnë Sabas, i dhonë Gjakovë, në një salë të hotelit, një gitarist, dhe kemi folë, jemi knasë, kemi qeshë, kemi qajtë bashkë. Një fotografi, me sot aparatit Certino, të rinisë time, dhe jëmë pa diku në bastotës në një prej panajireve të librit në Prishtinë. Jemi malëngjy, jemi. Mirë po, mbetet një kujtimi parrushëm. Kujtimet bukra me njerëzit e letrave shqipe, si Kadare, Agolli e plot të tjerë, duke mos përjashtuar edhe Zotin Buxholli, sepse është i jashtëzakonshëm. Ishte nder me këta njerëz. Kalojmë te fotografia tjetër? Prap. Me Kadare. Prap. Që ato 5 ditët?
Po. Dhe më thënë kujtimi i asaj ekspedite, po. Ka dare një njeri cilin e kemi njoftë. Këto ishte ajo shpërthimi mi thymi atyreve drejt dhe bëllon u takum. Ama ishte njeri krasu me dritëro. Kë ishte njeri i byllur, i heshtur, që i thënë në Gjakov, hajguaren e kish me gratë edhe për sjeshje. Kur që është kë, atër që shumë këtë ma olla. Dhe thënë, ava njëri që me që dhe të librat e ti Klasin të shumë. mësitës në po përësijet të tia ti lamë të zoto ishte koha në verit. Kë s'ka mujt... Njëri që është përkthyer në 50 gjuhë botës. Po, s'ka mujt kë me jetu në Mars. Po, As, natyrisht. në Paris, po si ta zbërdhej këto, se s'është e imja. Natyrisht, ja. Ka shkuar pas herë, është vërtet mas viteve 90, ka shku, ka qenë mirë pritur atje. Po, Mirë po, Shqipnin, jam i sigurt, natyrisht. Pajtohem plotësisht me ty. kështu që Pajtohem me ty. ka mujt me shku, më s'mu këthy kur. Veç. Ecim tutje, fotografia tjetër në shtëpie te Pacadin. Din me veti. Ka Ke qenë kujtime të bukura. shumë njëri nuk dallon të prej nga mosha me ne. Ishte 18 vjeçar. Këtu është një takim i maturantëve të vitit të lartë, 64, në një prej këtyre që di Oni Aracis, duke që janë dy Araci, janë njënin prej tërë, ka qenë edhe profesor Besimi, zdi, ka qenë edhe profesoresha Mazade Bakalli, nuk e di, dhe që më kujtojtë që ka qenë një 10 vjetor, ose 20 vjetor, fundi, du më thonë, ku këta njerës më nëj shkun për kësaj botën, ka qenë një përballim dhe pedagogati që ishin po shohë flokë të thime, ishin po si, mirë po ishin njerës me të cilëve ju kemi përsh, edhe si Gjenerat, edhe si Gjakov, dhe si Kosovë. Këta njerës kanë lanë gjurmë të pashlyshme. Janë të veçantë. A, thash mirë. E shumë e bukur kjo. Shumë faleminderit. Pajtohem Jam me ju. Gjakov. Gjakova, Shpinë tënde. time dhe tonë. Shpinë tënde je. Faleminderit Kalojmë shumë. pas Baclokut, sepse ja profesori Besim edhe këtu. E njëjta ndej si duket, Përballova sepse qatë. po. Besim bosh. Po sëmë dash, ku të kësi një prej, Gjakov thonë në këtë muase, në këto ku, nuk një ka harë në drëqisë. Pa i thamë njanit për këtëne të politikës, mare zëtni, s'po shumë mara vërëjush, po du ani edhe 3, ama tjenë të kategorisë isha Stavelesit. Besim. Në Ribashoq. Besim. Profesorit e tonë. Besim Bokshit. Besim Bokshit. Njerëz të cilët kanë mësu dhe prap kanë mësu, prap kanë thonë që jam i sigurt. Dhe prap kanë mësu. Dhe prap. Dhe nuk kanë shit men, po kanë tregu që kënej po mendoj, nuk është mirë, po që kënej. Argumenti, kjo. Dhe jo, tash mos ta bëjmë Unë e politikë. di, mos... Po ja ullon politikën. E kemi Këtyre të pamundur po me them, krahasu. Shiko, dhe një kujtim që i kam prej ti, Po. në ka pas mundu gramatik shumë. Artim, djeli në
Perëndimin t'jellin qabat. Hade, ta. Folja, koha ashme përpashme. Unë, ose koha shkuar e ti shkuar që së shkërkon, është këtu asa nej. Unë pata pas shkuar, se kinë fjallor kërpon, unë pata, që këj profesori në ashtente, gjysa, unë isha dikon të keo e ishim, të ishim ka gjuma. Ama, tjerë të ishim pak ma largë, kërëse, ne i ka pas, që të thia dhe barda. Mas po thirë kush? Jo. Ajde. Kalojmë të fotografia tjetër. Aj, pas ke s'kjellë, se qau. Dolem tash të një krenari tjetër. Po bre. Një epok tjetër. Me njerëz krenar. Po bre. Po. Këtë njeri, këtë burë, të një familje që ka vënu thavelet e shtetit, shtetësisë së Kosovës, në prekazin heroik. E kom takuar disa vite më parë në Prizren, në ato takimet të një ora të Prizrenit, ku vinë nga visët tjera shqiptare. Dhe më banin nderim, dhe që jam gazetar, thaj, ti e sa e pa, tha ko përnu si e ma i marë. O përballom që të dytë. Ka vlerësuar nga shkrimet? Pa. Se ka punu edhe jashtë edhe Rilinja ka shku, qitë kush dhe kemi që Rilinjen. Je njohë për me semërit, natyrisht. Edhe banin nderim edhe e kam vizitu edhe një herë atje në Prekaz. Prekazi dhe jasharet janë një pjesë e lavdishme gjithsesi dhe një kur themeli i fuqishëm me ranjë i lirisë së Kosovës, si që janë shumë vise tjera të Kosovës, e në veçanti mas jem Gjakov. Gjakova. Gjakova pati atë fatë që e sulmun nga të katëranët, jo rasisht. Është një dhane madhe kjo, pse bar Gjakovën. Gjakova, atash, s'kem ka me ikë, në vërtetës, ishte i vetëmi qytetë në Kosovë, që pati, brigadë, 137. Urbane. Ma së bënda, ma shumë. Ja, i vetëmi qytet. Kalojmë të fotografia tjetër. Ku është kjo fotografi? Kush janë? Kë njëri, para mi ka 10 vjetë nështë, unë isha afër pensionit dhe takoj një Gjakovar me djelësh, Arbënar Hadxhi Beziri, një familje, një orë edhe këtu, dhe një pjesë Mitrovic. Arbënari kishte njoftë për mes shkrime. Dhe Arbënar në kam dalë pension, e tash pa të maptes, tash Arbënar unë nuk e kam ndërmend me shku me trokit, me u përshëndet, se ishte koha mas lirimit, bukur dhe vjetë. Dhe shë me ardhë me pi kafe të ju. Kësët një është pro hispatonik, dhe më thënë, jo anglezo, po i pjesës tjetër, i cili ishte përfas, ishte përgjes i për media dhe me publikun, i cili njifte mu mirë, se këtu ishte ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Dragodan, jo kjo reja, jo vjetra. Dhe dinte çdo gjë për mua, çdo gjë për
gazetën për e lider, që libër është një prej librave mia pas luftës, që ja dhurove. që ja kam dhuru. Dhe ai i intereseshin disa gjana të asaj kohë, por edhe si gazetar, si pushone të ardhmen e Kosovës, edhe ishte diçka që ishte bukur shitshme aso kohë. Por jam falenderues dhe unë nuk kam trokit as atër as tash as kjo është për mu mirënjohja ma sëmundshme, sepse mi dhanë në librat të cilat mi përkthy dhe rëpazirë. Heredoni, Edona, Mrika, kja vogla, që ka kryu anglistën. Edhe, unë bëllë, dekorata ma madhe ishte kjo, isha në zyrën e ambasadës amerikane. Një mirënjohje në Prishtinë. I faleminderit Amerikë. Faleminderit gjithsesi. Kalojmë te fotografia tjetër. Sherri që ti burri, në prak luftës, që të pjesë mu dhe Ibrahim Regjepit njerë, redaktor i gazetës Kosova Sot, sikur që kjo, gjakoj thënë me nevesh, që kjo ngjyra kënej, na kanë banë. 2 punëtorë sigurimit Prishtinës Sërbë, që kjo është komandant doja, koloneli, i cili aso kohë ishte në zonën e Lapit, edhe i cili me komandantë Dremin dhe ata tjertë bajshin me kryshin punë e vetë. Kryesët në janë vinte nga zona e Kroacisë, ku atje ka qenë luftë komandantë doja. Dhe në fotografi në qesim Kosova Sot, ku isha unë me Ibrahim Regjepin e ndjerë, a ishte redaktor përgjes, dhe me një grupë 3 dhe 3 njesh, që se shkyshin në front, në disa anë të Kosovës, dhe i procesme zishim si do të vinë, të janë njësë prej Reçakut, e deri në pjesë të Mitrovicës, Shalës. Kë, për fatin tonë, një top, i dhe që asë kohë, Mina Hes, i cili ishte top i dorës, një prodhim majri, i armatimit të kamësërisë perëndimore, i cili e ka nda tenkun për gjysë. Dhe ata 2 të sigurimit shtetëror sërbë, me na pyet neve, kush është kë? Qaka, ku i keni fotografit, ku a fotoreporteri, hesht, Ibrahimi heshtën, mirë po, e hangrëm, edhe na një pjesë. Pasaj. Qa që më shumë së kujtët. Po kë njeri e kujtoj me malë, sepse kur kam dilemat ndryshme, këmi thëtë qete, orë të mëtë që është ka një përvoj, dhe i thëmë, ku jemi të shkel, mina, ka për shkojmë nga, dhe nuk i e papë, Strateg, tamam. Strateg, dhe i cili si të qesh, e kemi marrë hakun. Ata 2 njerëz ju kanë bëmë me në vish, e kanë marrë ata që kanë deshtë. I kemi kapë të ikë nga Kosova. Diku janë dalë
për të portujes në kufi me Serbin dhe kanë pagu me kry. E mjaftueshme. E qartë. Kalojmë, jemi drejt fundit, shofim nëse na ka ngelur edhe ndonjë fotografi. Avni Gjakova. Agim Gjakova, poeti madh. Këto unës e kam pas një mirë pas që mbjen me taku në Tiranë në qatë festivalin e 9 këngës në radio televizion, këta me gjithë sonin e ti, në aso kohë, në gro malshore prej 5. Dhe kë erdi pas luftës Kosovë, edhe Gjakov. Punoj në Pallat Shtypit në si lektor në endin e teksteve dhe të mjetëve mësimore. Agim Gjakova. E ka pas një të metë madhe. S'ka kesh këto të thanë dhe zi. Pas bisede u kryte. A të pëlqeu. Ama ka qenë interpret, për unë këto pak kom qesh, nështë jam habit pak se kom të akur rallë. Ama ka qenë këtë vëshqishe ka pas gjithmonë. Edhe kur i dhënohaj, nuk më rolej, nuk ka qenë miri i cili ka lanë vend edhe për nesë, për mas nesë. Dhe me thënë, ka qenë njëri me cilin ke mujtë me bisedu haptës për gjanët cilat i ka ditë dhe i ka shtilu, që i thonë, me themel. Bukur. Agim Gjakova. Kalojmë te fotografia tjetër? Shumë i paskima. Ky është Arvënar Hadzibeshiri, cilit ja kam bërsh këtë pjesën e takimit në ambasada, po? Jo, jemi në një lokal ofër banesës ime. Ky vjen nga njerë më viziton, sepse na ka met kemi si qysh ka herë, ky stash bab e nani ja kanë bra natën kur ka shpërthy masakra në Mitrovic. Dhe unë e te kam qilë zemën krejt për krejt, dhe kë më ka ngushlo, kë më ka fol, kë më ka kritiku edhe sot dalim vite kemi disa 10 vite. Mirë po, është pravu një jetë ma shumë se sa të tjerët dhe ka kriju familja, i ka krun me fisnike, 2 tjep që po i rritën. Dhe kë, që shka ka në gojë, men e thot me gojë. Konstruktiv. Edhe përdojmë është njëri që qanë halët dhe ndimon me kshila për moshën që ka. Dhe me thonë, kë ma ka afru ma ta në oceanit Amerikën, e cila në dha një shtyme shekullore Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës, dhe unë përmes Arvënar Hadzibeshirit e shoh edhe Amerikën edhe popullin e saj. Faleminderit shumë, do ta kemi edhe një fotografi të fundit. Hajde. Ta shohim cila është fotografia e fundit. Kjo puna juaj krijuese. E dyta, natyrisht e gazetaria, po e po. T'ja nisim prej fundit, edhe pse. 2 fjalë për gazetarin. Po, 2 fjalë. Qëto ku marrë, para një 2 vjetëve, shkruje një laptop të vogël të Mrikës. Edhe në stisha, aja me qiti faqët kërdo në 300 në sa faqë. Qa kom bo? I kam him mas një 2-3 muajve, 87 faqë. Si sa është të shka.
84 fashe, 84 kjo 85. Kadria, Drenicakja, jeme. E para ka qenë Bilkisja, e ndjerë. Po. Aja pejonja. Kjo Drenicaka, ka unë Gjakovar, që shvarë të rëganqë. Tha ata shokë tu, janin prej të ne disha, jesu po gjovin, edhe do tjerë, ta përshkrim, ka 2 libra për çdo sene, për çdo vit. Ka 300 faqe, 300. Ti 85 faqe, shka është kjo? Nuk e di. Thash 300 ken, po i ka pos 300 shamje, thymje, shpërthim. Gazetaria nuk është të shku mirë në Kosovë, asë në Shqipni. Drejtora Golli, asë ma të Andrinit. Zoj me ju s'kam çka flasë. Gazetaria, thash ma herët, si që thonë italian dhe të tjerë që gazetarinë e kanë profesion. Është shtylla 4. I standardizuar, profesion të standardizuar. Shtylla 4 të shtetësisë, i çdo shtetin botë, është kualifikuar si e tillë. Dhe gazetaria e cila rrënon, gazetaria e cila nuk t'jep rrugë zgjidhje. Gazetaria që mobilizon, gazetaria që të ofron, gazetaria që të këtu, që tu po ka ban. Dhe që është pjesë e shtetit, që është pjesë e një popullit, që ecë me ta, që i qelë rrugë, që i ndriçon, që dhe gazetarët të cilët për nga rrezikshmëria janë vendin e tretë. Janë pilotët provues, minatorët, gazetarët, pa flas në nivel botnor. Natyrisht e sa. Si që po i shoh, do që dhe unë kom jetu 2 vjetë, po ka fundim, u pushova pak, për me punu ashtu dhe si duhet, është bukur vështirë, sidomos konat e sotit. Jo, sot, unë nuk e di gazetarin tash si punohet, por po e shoh si shikus. Po flasë edhe këtë. Italianët në mbajshin Prishtinë para shumë vjetë. Amerikanët e kanë zbulu ekranin. Që ke pulla është me ndru kanale. Kur të shkonë në gry dhe bashti nervës me halët e jetës, e të familjes, e të trafikut, të atimit, mërzit e jetë, dhe aj del atje pisketet shatë ma e ki pullën e kuqe, e nalë krejt, dhe mërë gitarën e imësan, në atë qitilisë. Sakt. Faleminderit shumë. Edhe këto të tjera, besoj i kanë lexuar edhe vazhdojnë t'i lexojnë, libri i Gjakovës, Deja Vu, Ditët të rilindjes, ke pritur ditën Kosova 2020. Libri i Gjakovës, aty i kom thënë, disa nga rinia ime, nga se Gjakova mbetet me gjithatë vendlindja ime, se cilës kursi këtë dalë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne shijova këtë diskutim me ju. TV Syrit. Njerëzve që janë pas nesh, ata që po e bojnë TV Syrin, juroj punë të mbarë. Jetët e informimit dhe televizionit që kanë ego, që kanë korris, që kanë profesionalizëm, ditët e sotit e kanë vështirë të lidhin mujnë me mujnë. Kështu e ka gazetaria sot në Kosovë, ma largë nuk e di. Faleminderit shumë.
Kemi përmbyllur këtu diskutimin me të ftuarin e ditës së sotme, ishte gazetari Esat Dujaka. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne dhe të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Do të takohemi sërish të martën e radhës me një tjetër personazh, kështu të mirë si që ishte edhe profesori që kishim përpara, ose si që mund të quajmë veteranin e gazetarisë në Kosovë. Mirëmbëjtje dhe kaloni bukur.